E vendosur pak në veri të Atlantës, liçeni Lanier tërheqi deri në 12 milion vizitor në vit, fal ujrave të tija të pastra dhe vijës bregore piktoreske. Megjithatë, pavarësisht popullaritetit si destinacion rekreativ, e vërteta është se ky rezervuar në shtetin e Georgias ka fituar një reputacion mjaft shqetësues. Në fakt, me më shumë se 700 vdekje të dokumentuara që nga krijimi i tij në vitin 1956. Liçeni Lanier renditet vazhdimisht si një nga trupat ujor më vdekjeprurës në të gjithë vendin. Dhe kjo thot shumë, duke pasur parasysh sa shumë liçene të rrezikshme ka në Shtetet e Bashkuara. Para se të fillojmë, shtypni butonin like, abonoheni nëse nuk e keni bërë ende dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbisni asnjë histori të re. Statistikat vdekjeprurëse të liçenit flasin vetë. Vetëm në vitin 2023, 13 persona humbën jetën në liçenin Lanier, një rritje ndjeshme krahasuar me vitin e kaluar, ku u regjistruan 6 mbytyje. Këto shifra kanë bërë që shumë ekspertë të sigurisë dhe banor vendas të paralajmërojnë vazhdimisht vizitorët për rreziqet e liçenit, duke këmbë ngulur se duhet të mendosh 2 herë para se të notosh në liçenin Lanier pa marrë masa serioze sigurie. Por ajo që e bën liçenin Lanier veçanërisht të rrezikshëm, nuk është thjesht fati i keq apo rastësia. Reputacioni i tij vdekjeprurës vjen nga një kombinim faktorësh që përfshin trafikun e rënduar të varkave, pengesat e zhytura nën ujë, dukshmërinë e topët dhe një histori e errët që vazhdon të shënojë këtë vend me tragjedi. Statistikat që lidhen me vdekjen në liçenin Lanier paraqesin një pamje të zymt që shkon shumë përtej disa incidenteve të izoluara. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për rritjen e sigurisë, ka pasur pak përmirësim në normat e lëndimeve dhe fataliteteve. Sipas të dhënave të Departamentit të Burimeve Natyrore të Georgias, liçeni Lanier kryeson vazhdimisht shtetin për aksidente me varka, lëndime dhe shkelje të drejtimit të mjeteve lundruese në ndikimin e alkoolit. Edhe pse shkaqet e këtyre vdekjeve ndryshojnë, ekzistojnë disa faktorë kryesorë që shpjegojnë pse ato ndodhin kaq shpesh. Së pari, aksidentet me varka përbëjnë një pjesë të madhe të fataliteteve, shpesh si pasojë e përplasjeve mes mjeteve lundruese ose rënjes së pasagerëve në ujë. Kjo lidhet drejt për drejt me popularitetin ekstrem të liçenit, që do të thotë se mira varka ndajnë të njëjtën hapësirë ujore gjatë sezonit të pikut, duke krijuar mbi ngarkesë dhe kushte potencialisht shumë të rrezikshme. Përtej trafikut të dendur, alkooli luan gjithashtu një rol të madh, pasi drejtues të dheur të varkave marrin vendime të gabuara që rrezikojnë jetën e të gjithë. Përveç kësaj, mbytyjet ndodhin me një frekuencë shqetësuese, madje edhe mes notarëve me përvojë. Kjo vjen kryesisht për shkak të kushteve mashtruese të liçenit, të cilat bëjnë që vizitorët ta nënvlerësojnë rrezikun real. Ajo që në pamje të parë duket si një trup ujor i qetë dhe mikpritës, në të vërtetë fsheh kërcënime dhe padukshmëri që mund ta shndrojnë shumë shpejt një ditë relaksi në një tragjedi. Pavarësisht emrit, liçeni Lanier nuk ka qenë gjithmonë liçen. Në realitet, ajo krijua pasi korpusi i inxhinierëve të ushtrisë amerikane përmbyti rreth 56.000 hektar tokë, përfshirë qytetin dikur të gjallë Oscarville. Ky qytet ishte shtëpia e rreth 250 familjeve, një komunitet afroamerikan i lulëzuar me kisha, shkolla dhe biznese të suksesshme në tokat pjellore në veri të Atlantës. Në fillim të viteve 1900, Oscarville u bë një qendër e rëndësishme për familjet me ngjyrë që kërkonin mundësi të reja në rajonin bujqësor të Georgias veriore. Por në vitin 1912, pas një serie akuzash të rreme dhe raciste, turma të dhunshme nisën një fushat terrori kundër banorëve me ngjyrë. Kjo përfshinte linçime, djegje kishash dhe kërcënime, të cilat detyruan më shumë se 1.000 banor të largoheshin përgjithmonë. Deri në vitin 1956, kur liçeni filloi procesin e ngadalshëm të përmbytjes, që zgjati disa vite, komuniteti që dikur kishte lulëzuar aty, bashkë me historitë dhe kujtimet e familjeve që kishin humbur gjithçka nga dhuna racore, u zhduk nga peizazhi pa asnjë mëshirë. Sot, ajo që ka mbetur nga Oscarville qëndron ende nën ujërat e liçenit Lanier, si një kujtesë e fundosur e një prej kapitujve më të errët të Georgias. Ndryshe nga liçenet natyrore, liçeni Lanier përmban një peizazh të tërë nën ujor, me rrugë, themele ndërtesash, puse dhe madje edhe një ish pistë garash, gjë që e bën notin, zhytjen dhe lundrimin jashtëzakonisht të rrezikshëm.
Këto pengesa të zhytura përbëjnë rreziqe serioze për çdo që zbret në sipërfaqe. Zhytësit kanë raportuar përballje të papritura me pjesë makinash të vjetra dhe struktura varrezash. Përveç kësaj, dukshmëria në liçenin Lenir është shumë e kufizuar. Është pothuajse pamundur të shohësh diçka më larg se 6 metra nga bregu, që do të thotë se shumica e njerëzve nuk i dallojnë këto rreziqe derisa është tepër vonë. Si pasojë, notarët dhe drejtuesit e varkave mund të ngatrohen lehtësisht në deg dhe maja pemësh të zhytura, duke u bllokuar nën ujë. Përtej rreziqeve fizike, shumë vendas besojnë se liçeni Lenir mban një peshë shpirtërore nga e kaluara e tij tragjike. Histori për shfaqjen e fantazmave janë bërë pjesë e folklorit lokal, me vizitorë që pretendojnë se kanë parë figura të pashpjegueshme pranë ujit ose kanë ndjerë një prani që i tërhiqte poshtë gjatë notit. Edhe pse skeptikët i hedhin poshtë këto si bestytni, kombinimi i historisë së errët dhe vdekjeve të vazhdueshme kanë krijuar bindjen se liçeni Lenir është i përndjekur nga shpirtra të zhvendosur. Nuk janë vetëm vizitorët që rrezikohen. Ekipi zhytjes i zyrës së sherifit të qarkut Hall thirret sa herë raportohen notar ose vargëtar të zhdukur. Ata zbresin rreth 13 herë në vit në ujërat e turbullta, duke u përballur me rreziqe të mëdha. Antarët janë ngatruar në copa plastike, linja peshkimi dhe janë çorientuar nga shenja nënujore që ndryshojnë me kalimin e kohës. Frika nga mungesa e oksigjenit është konstante, ndërsa ngritja e shpejtë në sipërfaqe mund të shkaktojë sëmundjen e dekompresionit, të njohur si BENS. Pesha psikologjike është po aq e rëndë, pasi ata nxjerrin trupa, disa prej të cilëve kanë qenë në ujë për dekada. Megjithatë, reputacionin e tij si një nga liçenet më të rrezikshme në Amerikë, liçeni Lenir vazhdon të tërheqë vizitorë. Ai luan një rol jetik për zonën metropolitane të Atlantës, duke furnizuar ujë të pishëm, energji hidroelektrike dhe infrastrukturë rajonale. Liçeni shtrihet në 38.000 hektar me rreth 700 kilometra vijë bregdetare, të mbushur me plazhe, marina, kampe dhe parqe. Megjithatë, historia e errët vazhdon të qëndrojë nën sipërfaqe. Aksidentet vazhdojnë të ndodhin dhe shqetësimet për sigurinë mbeten. Edhe kështu, familjet dhe turistët vazhdojnë ta vizitojnë masivisht, shpesh të pavetëdijshëm për rreziqet e fshehura poshtë ujit. Uji ka pasur gjithmonë një ndikim qetësues tek njerëzit, qoftë det, lum apo liçen. Kjo shpjegon se liçenet mbeten destinacione të preferuara pushimi në SBA, nga brigjet e izoluara deri tek qytetet buzliçenit plot jetë. Këto vende ofrojnë çlodje dhe aratisje.